Përshëndetje, një mesazh kolektiv për të gjithë ju. Shikoj që po ndryshoni dhe është një ndryshim i madh për disa nga ju. Është një fazë ndryshimi dhe këto letra të tregojnë që dhe po flasin sepse këtu shikojmë një durim shumë të madh nga ana juaj dhe universi këtë moment me letrën e parë të thotë: mos u nxito në marrjen e vendimeve, sepse universi rregullon diçka për ty në heshtje pa e kuptuar ti. Mbreti i monedhës tregon dhe 8 monedhat janë dy letra shumë të bukura që tregon puna jote po shpërblehet. Ke një ngritje materiale, shikojmë që mund të kesh të bësh me dokumenta, kesh të bësh me kontrata. Këtu shikoj që je në një bazë shumë të fortë të jetës tënde në këtë moment. Vem tek faqja e monedhës. Faqja e monedhës tregon një mesazh dhe një ofertë ose një fillim i ri për disa persona. Dhe kjo lidhet me stabilitetin e jetës, por gjithashtu shikojmë që letra e të dashuruarve këtu tregon një flet për një lidhje ose për një takim ose për një zgjidhje që zemra jote po bën atë bum bum bum. Shikoj që ka shumë tërheqje të fortë dhe është një energji e fortë në fakt midis ju të dy këtë moment këtu. Dhe vem tek rrota e fatit. Rrota e fatit të thotë që ti tani këtë moment ke qenë bllokuar, ke qenë domethënë fati jot ka ngecur për një kohë të gjatë në të njëjtin vend dhe ke thënë ose ke menduar me veten tënde, ore mos kam ndonjë energji negative sepse s'ka mundësi që kam ngelur kaq kohë mbrapa. Jo zemra ime, tani fillon fati dhe lëviz sepse jemi në fund të majit dhe është fundi pranverës. Dhe kjo hënë e re që ne po shikojmë këtë moment është fundi pranverës, domethënë është hëna e fundit e pranverës dhe kjo të jep një shtytje për të ecur përpara dhe për të dalë këtu te 6 shkopinjt. 6 shkopinjt tregojnë që pas shumë lodhjeje të kësaj 6 të letrës që kemi këtu përpara, vjen 6 e shkopinjve, tregon një fillim të ri për ty, tregon je me kokën lart, je shumë krenar për veten dhe unë këtu shikoj që ti merr duar trokitje nga persona që ke përreth, nga familjarët apo nga shoqëria. Ky parashikim është kolektiv. Nuk shikoj për shenja të veçanta, ua kam thënë dhe po ua them. Nuk shikojmë për shenja të veçanta. Kush kërkon lexim privat, numrin e ka në profilin tim dhe gjithashtu ju uroj një ditë të mbar. Mesazhe kolektive përsëri, për njohje të reja. Ju që doni njohje të reja, kjo është një energji shumë e bukur, është një energji interesante. Shikojmë që këtu ka një energji tjetër, por akoma nuk është 100% e qartë kjo energji. Okay? Letra e parë 9 shkopinjt. 9 shkopinjt tregon që ti ke hyrë në mbrojtje aktualisht dhe në një mbrojtje shumë të fortë. Ke kaluar lodhje emocionale dhe nuk hapesh me njerë me personat që flet. E sheh shumë mirë se kush vjen dhe kush ikën nga jeta jote dhe kush harxhon energjinë për ty. Dhëmun, letër e dytë që është shumë intuitive. Kjo është një letër shumë tërheqëse, por gjithashtu ka dhe mister brenda. Njohja do fillojë ngadalë me një person, por ky personi nuk hapet direkt me ty. Prandaj, ti do kesh shumë mendime, do kesh shumë dyshime në komunikim, jo komplet e qartë që ja vlen ky person apo jo. Letra e tretë, në kjo këtu mund të keni komunikime gjatë natës, mund të keni lidhje online, sepse është një letër që tregon dhe online, dhe ky person që të vën në mendime dhe thua ti që ky person pa e kuptuar unë arriti qëllimet e tia. Do me thënë ky person kërkon të marrë mendjen, jo dashurin, sepse ti je një person që do që të dashurohesh, ai person të shikoj mendjen, do me thënë ti je lozonjare, ti je një njeri i komunikuar, të bëj për vete me fjalë, jo me gjëra të tjera. Dhe këtu shikoj që 7 monedhat. 7 monedhat çfarë tregon për ty? Që ti je në pritje dhe po e vëzhgon këtë person, shikoj. Po e vëzhgon. Po kjo nuk të del një përgjigje rufe për ty. Del njohja që ndërtohet ngadalë dhe mbi besim. Ose ti nuk e je besimin me njëherë në ky person. Por energjia çfarë thot? Po, njohje të reja do keni, por ti nuk do hapesh me njerë si person. Do jesh e mbyllur në fillim, derisa të bindesh që ja vlen ky person apo jo. Ka biseda natën, ka biseda online, ka biseda me njëri tjetrin, por unë të shikoj që ti je duke mbrojtur veten më shumë. Dhe këtu të them që bravo të qoftë. Dhe letra e dytë të thot, përdor intuitën, je një person me intuitë lartë. Dhe me këtë hënë të re, gjithashtu, shikoj që ka shumë gjëra pozitive, sepse intuita është shumë e lartë për shumë shenja të horoskopit, por dhe 7 monedhat
7 monedat është një energji që nuk ndërtohet me njerë, është një energji që vjen shtruar, si valja jugut, që shtruar të gjithë, derisa të arrijmë në fund. Hajde mirupafshim. Mesazh kolektiv, por këtë radhë është për a do kemi rikthime, se shumë mesazhe marrim këto kohë. O në atëra a do kemi rikthime, a do rikthehet ai person, më shiko mua për këtë person. Mesazhet kolektive janë mesazhe kolektive, nuk janë private. Ju që kërkoni mesazh privat, e dini numrin e telefonit, mund të më kontaktoni aty për seancën tuaj. Çdo seancë varet nga minutat që ju zgjidhni. Këto letra flasin shumë për këtë rikthim, është një rikthim emocional në mendjen tënde dhe një mendim i thellë emocional, sepse shikoj që diçka ka qenë kalimtare dhe në mendjen e atij personit e shikoj përsëri. Që është kalimtare, domethënë ai person nuk t'i ka dhënë ndjenjat 100%, shikoj 4 monedat, tregon që ende mban energjinë atij personi dhe kujtimet që të lidhin me atë person. Por gjithashtu shikoj që nuk e ke lëshuar akoma këtë person nga jeta jote ose nga energjia jote. Burri varur të flet që këtë moment është pezullim, pra nuk kemi asnjë gjë të re. Kontakti ka ngecur, personi që tiri duke e menduar, kërkon që të kthehet pas dhe kjo është një periudhë që ai dhe nëse do kthehet në jetën tënde është heshtje nga ana e tij dhe këtu shikoj që është dikush i sheh gjërat ndryshe, është rritur emocionalisht. Letra e tretë është mbreti i kupës që tregon shumë emocione, ai person këtë moment dhe kjo letër del zakonisht kur një mashkull ka ndjenja, por ai person nuk i shpreh gjithmonë ndjenjat. Këtu shikoj që ka emocione, por e shikoj që nuk është indiferent këtë moment ndaj teje, sepse letra e fundit është Hierofandi, që e bën energjinë më serioze, e bën serioz këtë mendimin tënd, por nuk është flirt, thot Hierofandi. Gjithsesi, unë këtu shikoj që kemi një rikthim për të folur seriozisht dhe ky person që rikthehet me një mendim tjetër, jo më si më përpara. Zemrat e mia me këtë hënë të re, unë shikoj që po, ka rikthim. Kjo hënë e re na sjell një lëvizje me energji të së kaluarës. 4 letra tregojnë që këtë moment, burri i varur të thot ka diçka. Okej, ka diçka. Mos prit që të ndodh menjëherë sa hap mbyll syt. Okej, sepse burri i varur tregon që nëse ti i kërkon gjërat shpejt, ai person vonohet më shumë. Nëse ti e liron pak, ai person vjen menjëherë, sepse këtu shikoj që po zemra ime vjen. Ka vonesë, por ai ki kujdes sepse ai po të vëzhgon, ai po bëhet më konkret ose është më si të them, më pastej se çka qenë më përpara. Të kontrollon çdo gjë, çdo lëvizje dhe kudo që t'jesh, sepse ka ndjenja akoma brenda ti dhe nuk do vi më siç ka qenë herën e parë, por do vi me mendje të mbledhur, siç e tha dhe Hoxha në që më ka pëlqyer shumë ajo video. Do t'ua hedh në një moment ta shikoni. Ju përshëndes dhe ky është një mesazh kolektiv. Nuk është mesazh personal, kushdo për mesazhe personale, dini ku më gjeni, numrin e keni në profilin tim, ju përqafoj dhe ditë mbar. Kemi një energji shumë pozitive me këtë ëndër.